datë 27/02/2026, ora 9. Do të numër kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2019, në 53, pika 4, me të rendite. 1. Miratim i rendit të ditës. 2. Shqyrtim dhe miratim për vendimit për përdorimin e fondit të kushtëzuar deri në 6% ndihmë ekonomike për muajin janar 2026. 3. Shqyrtim dhe miratim për vendimit për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese në zonave të papërshtatshme për vitin 2026. 4. Shqyrtim dhe miratim për vendimit, subvencion i bonusit të qeras për vitin 2026. 5. Shqyrtim dhe miratim për vendimit për miratimin e dokumentit të vlerësimit të riskut. 6. Shqyrtim dhe miratim për vendimit për shtesë në buxhetin e vitit 2026. 7. Shqyrtim dhe miratim për vendimit për miratimin e parashikimeve të ardhurave të veta 2027-2029. 8. Shqyrtim dhe miratim për vendimit për informacionin e Këshillit Bashkiak për nxjerrjen e aktiveve jashtë përdorimit për vitin 2025. 9. Monitorimi i zbatimit të kriterit të 12 nëntorit 2025. 10. Analizë për sektorin e financës për vitin 2025, 01/01/2025 deri me 30/11/2025. Tek të ndryshmet do shikojmë pastaj se çfarë kemi të i kalim me të. Kemi me votim rendin e ditës? Pro, kundër? Pro, kala. Lirë në pikën 2. Përdorimin e fondit të kushtëzuar deri në 6% ndihmë ekonomike për muajin janar 2026. Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin janar 2026. Përduarët në dy familje me të ardhurat të pamjaftueshme dhe me kushte të vështira sociale ekonomike, të cilat nuk përfitojnë nga sistemi i ndihmës ekonomike, sipas kritereve të ligjit nr. 87 datë 18/7/2019 për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë, dokument nr. 597 datë 4/9/2019 për përcaktimin e procedurave të dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike, bazuar në BTB nr. 3 datë 30/01/2026 mbi miratimin e kritereve të dhënies së fondit të kushtëzuar të blok ndihmën ekonomike deri në 6% mbi fondin e aplikimit për ndihmë ekonomike në sistem, refuzuar për pamjaftueshmëri fikës janë 32 familje të reja, të cilat propozohen të trajtohen në ndihmë ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6%. Për muajin janar nga fondi i kushtëzuar deri në 6%, përfitojnë 126 familje. Me këtë fond nuk mund të trajtohen familje që janë refuzuar nga sistemi për mos deklarim pagë, mos deklarim mjeti, mos deklarim pensioni, mos deklarim invaliditeti. Familjet që trajtohen nga fondi 6% nuk mund të trajtohen me këtë fond më shumë se 3 muaj. Pas 3 muajve rekomandohet të aplikojnë të përfshirë në skemën e ndihmës ekonomike. Faleminderit. Ka diskutime sa përket vendimit? Po. Kemi një më shpesë të kjo lista e kurës. Tutora e Luka, ajo është djetë informacionet që në kam për pikesh aplikime, nuk e di se si ka qenë, që lista gjatë është shilë të ka vare më ndryshim, një shtesë. Se nga lista kjo kurës po? Jo, kjo është një që me propozuja dhe lërë dhe si në lërë, me miratu. Kjo vjen për miratime, jo, nëse është modi është kjo që i tha, po, duhet ta rishikoj syra atje dhe nëse shikoj të arsyeshme pastaj e kalojmë muajin që vjen. Nga data 1 deri me datë 10. Nga data 1 deri me datë 10 duhet të interesohet. Por e ka bomë, kur ka qenë përfitues. Ka qenë përfitues. Arsye pse kanë ne. Makinat me mërçun, nga mërçun, ka deklaruar. Që se lejole, jo, sigur. Jo, nuk mund ta bësh. Sigur ato. Ta ka lënë për një. Vazhdojmë pikën 3. Mos të dilesh ti vizën pas. Sigur për të bitë herë, por ta sjellni 1 sekondë më. Për Unë më e diçka. Jam kompetente, nëse 1 sekondë, unë më e diçka këtu. Kur e kemi filluar 2019, se ka mandati 2, na ka pasur lista 6% dhe lista e gjithë përfituesve të ndihmës ekonomike. Kështu ka qenë më përpara. E propozoshën një emër për ne tani. Kur tani do ta kalosh vetëm nëpërmjet do të kesh aplikuar. Pasi s'ka pas sistem. Nëse nuk ka qenë aplik të pamjaftueshëm. Kjo është rregulloja që duhet të jetë. e ka ndarë janë Ma
Gjithsesi do të shikoj mos i planifikojnë penalizim. Jashtë një sa nuk është Ku e di se çfarë? Edhe hiku pritos biznesanë. Ra historia e llogdivës që profitet direkt pa 6%. Nuk erdhi më tash. Ka një 2 vjet aty çfarë e di. Tani di 6%. Atëherë bëj pyetjen e kundërt. E lëm të kundërt. Pse na vjen ne? Për ta miratuar. Ai ka është pas sistemi, po tani që përmbajnë ligjin pas se son. sa përmbajnë ligjin herë. Ti me vallë filloj. U marrësin në një sisteme. Mund marrësin në pekashikis po marrë një sisteme. Pse ky është e zej, ose pse ky sot? Të po them, pse mund gjini profito, pse nuk do profitoj. Ose pse të s'kuptoj. Ky emri që nuk propozohet është në civil në sistem. Sa nuk është për jashtë për mungesë shtëpi. Unë nuk po them se do të bëjmë zyra mund ta ketë gjitha. Në rast se ekziston mundësia të 6% me një emër shtesë. Ne ta kalojmë, qoftë nuk është e ligjshme, hiqeni ato do të çojnë te prefekti. Po pra, futet e 6% nëse është dek në sistemi për mungesë pikësh dhe nuk futet e 6% nëse është dek për arsye të tjera, pra çudi dek në sistem, ndërsa nëse është tek i përjashtuar për mungesë pikësh propozohet tek 26%. Pra si është realiteti është sistemi. Se nuk të Si është lëreni për verifikë se shikojeni më një tjetër. Më të rësim, si është? Po një Do të pajnë një sistem në Ajo është vetëm me rekomandim sistemi. Në qënë se rasti është ekstrem, atëherë për shembull fitet në drejtorinë atje, edhe mund të bëjë një aplikim më përpara se sa afati që atje. Nëse ty ligjërisht 6 muaj nuk të lejohet të aplikoj, me ndërhyrje, për rastin ekstrem mund të aplikoj muajin pas Do avës. të thonë lista me ndryshim është kot, si mund të. Edhe 6% që i gjithë është rekomandim sistemi. Kualifikohet ke një sistem futet te 6%. Atëherë marrë shënim të pyetët të promovohet. Do të ndërhyet që të aplikoj përsëri muajin tjetër. Okej. Të bëj deklarimin e plot aty në çfarë kohë që Okej, në rregull, shumë mirë. vetëm kjo zgjidhje. Sa diskutime të tjera? E keni në votim? Pyetja më tepër. Pro? Kundër pra? Vjoj me pikën 3? Shqyrtim numerativ projekt vendimi për vlerësimin e kushtet të banesave ekzistuese të zonave të papërshtatshme për vitin 2026. Për një shtesë në programin e sërimit social për vlerësimin e kushteve të banesave ekzistuese të zonave të papërshtatshme për vitin 2026. Sipas ligjit 22/2013 për sërimin social të ndryshuar të Mirë me fjalë. Shpjegojmë me fjalë. Pse po çdo Që ta them imam ashtu se me qenë sa është edhe refidia dhe po e lexoj. Ato po Ne them. kemi miratuar, domethënë fillim vitin në mbledhjet para arse që është miratuar lista për përfituesit e përmirësimit të kushteve të banesave. Tani ka dalë si nevojë për një shtesë, domethënë për një emër, mos janë verifikuar, që të futet te kjo lista, domethënë u bën ndryshim më parë, tani është shtesë, është një emër. Aty që kena marrë, miratu lista, kam bëj pyetje thasha, ka po mirë shqyrtuar lista pra keni pa Është marrë Ti ka një serios. Është dërguar lista në ministri, është pra kishë të nërë, kishë të nërë asje në më emergjendor të asaj, sta lëmë po. Brenda afatit është dërguar lista në ministri dhe është komunikuar me ministrinë se na ka dalë një rast edhe mund ta dërgojmë gjatë kohës gjatë kur shqyrtojmë. Ligji është ligji, nëse ka një afat, nuk është me komunikohet me ministrinë. Me që pasëm pjesë e komisionit, ne kemi dërguar në listë 36 emra, ndërkohë Ministria në merr në telefon dhe na thotë që ju në listë keni 36 emra, ama dosi janë 37. Ne kemi harruar gabimisht të shpusim emrin e listë, lapsus nga ne. Domethënë dosja ka shkuar në Ministri brenda afatit. është harruar emri të listë. Kjo gabimi jo. Sigur shkojnë vati. Si? Shkojnë të shkojnë dosës, ka që në... Diçka teknisht e pjesë. Është bërë lapsus. Zotëria ka pasur kërkesë në fillim, ne kemi shkuar kemi verifikuar një për foto. Pra të kushtojmë që ministria na thotë çu emër, nuk na thotë. Po jo, nuk e kemi Nuk e kemi me emrin, e kemi me E kemi çuar në dosjen e zotërisë. Se kur Jashtë afateve. për bonus të qeras që ka shtymi javia dhe mbledhin prapë që të shikojmë listën, thotë që data 16 shkurt ka dhe afat. Vetë punë tani që në mbledhjen e jashtë që bën këtë në shkurtit,
I ka lumje të emra. Tani prapë në fund shkurtit vjen një emër tjetër. Kemi të shkruar punë me emrin, Kemi me procedurë. Kjo sektori ka një afat, edhe s'ka afat. Jo, në momentin që nëse ju ka thënë diçka ministria për pjesën e këtij emri, nëse është dhe merret parasysh nga ato për investima për çfarë bëhet fjalë kjo. Është marrë parasysh nga Po disa si përmendën. Kjo venimi im nuk kemi komunikë është për këtë me një ditë, por këtë rëftesa juaj fragment administrata. Te kemi dhe ne si këshill, du ta kemi një kuptim mirë, kemi grosh problemi për raste që nuk janë evidentuar me vonë, ose diçka e tillë, ta kemi një kuptimin që ta marrin për herë tjera ose kjo ai. A kupton? Ideja se kur duan Sigurisht ne për herën e parë, do të ishte tema urgjente. Tek urgjente pa mos mënyrë të sepse ka marrë gjithë procedurën. Ideja është nuk do bëj kamera bëni. Po për herë tjera vjen aty. Se kështu ishte lista ishte para. Okej, ta vetëm të qartë. Tani mos u ndan si një Jo, nuk është problemi. Ka diskutime të tjera? E kemi në votim? Kush është pro? Ka kundër? Me vitën 4, ju lutem. Me subvencionin e bonusit të qiras për vitin 2026? Një tesori dhe jetë këtë një. Jo. Për një shtesë në programin në sërejmi social, subvencionimi i bonusit të qiras për vitin 2026. Bazuar në këtë vend numër 11 datë 12/2026, kërkojmë të bëhet kështesë për familjen e Zotit Fatin Cukani. Kjo familje është nga fshati Bejë të njësisë administrative Klos, bashkia Klos, së fundi për shkak të shkushtëve atmosferike toka ka pësuar e shkinë me të dheo, duke rrezikuar banesën e tij. Për këtë arsye bashkia Klos ka marrë masa për largimin e njëhershëm të familjes nga banesa e tyre, në të cilën banojnë 5 anëtar në familje, dhe të bën shkak për rrezikun e jetës së tyre. Familja ndodhet pa të ardhur dhe e ka të pamundur që të paguajë qiran. Për këtë arsye i kërkojmë Këshillit të Bashkisë që të miratojë këtë familje si përfituese në programin e sërejimit subvencionimi bonusit të qiranës. E kemi qartë. Ka diskutime? Por jemi një provë procedurën e tjera, postulin me dalë dhe me Ka kundër? ka fadra. Vjen me pikën 5? Vjen me shërtimin e miratimit për vendimit për miratimin e dokumentit vlerësimit të riskut. Bazuar në ligjin 45/19 për mbrojtjen civile, që kërkon harximin e vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë në nivel qendror. Ne kemi harxuar një vlerësim riski, një projekt e keni përpara, një projekt ka përmbledhur në pikat kryesore të cilat realisht përpërisht nga gjithë sektorët, është punu nga gjithë sektorët e bashkisë, dhe kemi arritur në këtë përfundim në këtë draft dokument që kemi realizuar. Faleminderit, ka diskutime sa i përket vlerësimit të riskut. Ka diskutime apo ka idhë në votim? Kisha kesh pyetje. Po, e lesa. Për shërim. Bashkë kësë të dhamë në sakta, për i taj që do të 12 ambulansë. Ndoshta 12 lapsus do të jetë, se janë Ambulansë dhe 12, Ja. Ndoshta është nga Mos ka gjithë ky material mund të shihni po ose është nga tresa, jo. Sepse ne kemi marrë dhamacin nga spitali si ka qëtë,
Ambulanca Ja, ambulanca quhen në përfshatra. Quhen në përfshatra, mos i ka navigatorë. Atëherë lidhe 2 vjet ambulanca për makina e Tani qendra shëndetësore Kloziku, kjo është bashku, është një qendër. Mbulo qytetin dhe 19 fshatra. Ambulanca janë 19 ambulanca njëse. Ambulanca në qendra qendra shëndetësore dhe në qunë ambulanca. Çdo fshat ka ambulancë. Kurse autoambulanca janë është mjeti transport. Auto është me gojë. Mund ketë shumë për diskutim, mund ketë shumë për regullim të një për që përme që ka mund të gjithë mund në institucionet. Dhe në të kontrolë që në atë të dokument të dojë që ti që në sektorin e emergjensave. Në të takim në shkëja prefektura e kërkonim të dokument. Edhe është të qarë të minos, edhe janë informacion nga shumë struktura. Pra, në që se ne kemi shkujtë aty është marrë informacionit të qendra shëndetësore, pra të kemi bëmë informacion. Mirë, ka diskutime të tjera, hedhim në votim? Kundër? Nuk ka. Vijë me pikën tjetër për një shtesë të buxhetin e vitit 2026, tani këtë lutem? Për një shtesë të buxhetin e vitit 2026, pas miratimit të mëparshëm shtesës së buxhetit, e cila ishte me të ardhurat e trashëguara nga viti 2025, pas atë raportimit me ministrinë, domethënë nga ministria vjen një fond janë 109.059 dhe detajojmë në shpenzime si më poshtë. Shpenzime për investime në total për operative 985.453 lek dhe shpenzime për investime 560 studime dhe projektime. Në duke parë nevoja të më thënë të institucionit masi është bërë buxheti, me qënë se kopshti Klos është edhe ai për rekonstruksion, në mënyrë që të bëhet edhe projekti që dërgohet për në ministri, për t'i dalë fondi për rekonstruksion, ne kemi detajuar për hartim projekti për rekonstruksionin e kopshtit Klos 300.000, oponenca teknike për rekonstruksionin e kopshtit 100.000, oponenca teknike për rekonstruksionin e shkollës Ibrahim Tema Kudari, e cila është në rekonstruksion që është projekti fituar, oponenca teknike për rekonstruksion qendrën rinore Klos, e cila po vazhdon me fondet e Bashkimit Evropian, mbikëqyrja e rekonstruksion shkollës Ibrahim Tema Kudari dhe kolaudimi i shkollës Ibrahim Tema Kudari. Shpenzime operative janë siguracioni mjeteve për vitin 2026, shpenzime për ekspert të jashtëm për procedurat e shërbimit civil, e cila është një procedurë për punësit që pranohen në shërbimin civil, dhe për taksat e mjeteve. Në total, shuma 1.909.059 lek. Faleminderit. Ka diskutime? Sa përket shtesës së buxhetit? E hedhim në votim? Ka kundër? Vijë me pikën 7 për miratimin e parashikimeve të ardhurave të veta 2027-2029. Atëherë në kuadër për hartimin e buxhetit apat mesën 2027-2029, hapi parë është parashikimi të ardhurave të veta për vitin 2027-2029. Atëherë ne kërkojmë fundën parashikimit të ardhurave për vitin 2027-2029 sipas tabelës bashkëlidhur që në total sipas llojit të taksave për vitin 2027 90 milion lek, që është sa parashikimi për vitin 2026, në vitin 2028 94.500 në mira dhe në vitin 2029 99.500. Kjo e detajuar pastaj sipas llojit të taksave dhe tarifave vendore, cilat janë të takuara në tabelë. Besoj se ka nevojë të lexoj. Si na thënë të besimit, kanë qenë 90 euro. A është me progresion rritës? Po, me progresion rritës, se gjithmonë do edhe për arsye të... Sa realizohet në 2025? Sa realizohet? Në 2025 kishim planifikuar 80 dhe janë realizuar afër 60.
Por gjithmonë te ky plan që bëhet parashikimi, po, është përmirësuar. Te parashikimi gjithmonë futet edhe pjesa e debitorëve. Debitorët e 18 muajve të fundit futen në parashikim. Se gjithmonë predispozohet që ti do të mbledhësh edhe debitorët. Faleminderit. Ka diskutime? Jo. E kemi në votim? Kundër ka? Jemi pikën 8, shërbim dhe mirati projekt vendimi për informimin e Këshillit Bashkiak për nxjerrjen e arkiveve të jashtëpërdorimit për vitin 2025. Po, Anita? Kjo është procedura standarde e inventarizimit që bëhet çdo fund viti, që bëhet në gjithë institucionet, në shkollat dhe gjithë telefonave korridore të gjithë. Dhe në bazë të inventarëve që janë, bëhet nxjerrja e jashtëpërdorimit dhe është informimi i Këshillit për nxjerrjen e jashtëpërdorimit të aktiveve për vitin 2025. Atëherë në pajisje janë nxjerrë jashtëpërdorimit në vlerë 2.674.939 euro. Dhe mallra dhe materiale tjera 589.797 euro. Tani pjesa e pajisjeve janë që janë tavolina, karrike dhe pjesa kompjuterike të cilat kanë qenë të gjitha sipas listës janë furnizime të hershme që u ka marrë. Dhe ato aksesoren dhe nga kjo është përftuar 2 metër kub druzjavi dhe është bërë hyrje me flet hyrje 24 me datë 31 dhe është bërë edhe 80 kg scrap e cila është bërë hyrje me flet hyrje 25 me datë 31 dhe scrapi pastaj mblidhet disa vite dhe kota në kampi dhe shitet ose drumt qonë në shkollë sipas Tani këto materialet, sa e kanë përqimin e vjetorit të amortizimit? Sa du më tishtë? Këto janë materialet, si quajmë ne materiale, nuk kanë në konsumi, se në një vit mund të shkoj 2 vjet, mund të shkoj 2-3 vjet. Kurse pjesa kompjuterike është 25% gjithmonë mbi vlerën e mbetur, jo mbi vlerën fillestare. Edhe nuk është të thonë, për shembull, kompjuteri 25%, jo në 4 vite, po ajo shtyn 7-8 vite, për shembull. Pavarësisht se ka raste që një diçka dhe djegë dhe ndodhi në raste që prishen. Tavollinat e këto karriket për shembull kanë 0.20%, por këto janë krejt furnizimet e vjetra se shkollat edhe janë furnizuar me të reja, edhe ka rënë numri nxënësve dhe patjetër. Po një kabinet fizik, do thënë. Kabineti fizikës ato janë materiale se janë qençurina të zeshte këta që Jo, kryesisht ato që dalin jashtë standardit të kabinetet, më shumë jashtë biokimia që ka së po ato ta për shembull me kabineti si është jashtë temës ditës tani, kabineti që kemi, gjatë ti monitorimit fundit që u bë tani, janë shumë solucione për të arguzira se 25 vite, 30 vite që janë aty. Këto dhe janë edhe të rrezikshëm për ata që i kanë. Faleminderit. Vijojmë me monitorimin e zbatimit të buxhetit 12 mujor 2025, Silvana. Ndihje në monitorimin për vitin 2025 dhe japim një përshkrim të shkurtër pasi përgjigj dokumentacionin është fillon në tapita. Atëherë për vitin 2025, fondet e buxhetit për vitin 2025 në total kanë qenë planifikuar në 92.424.000, këto kanë ardhur nga fondi i transfertës të pakushtësuar në shumën 234.529.000, nga transferta sektoriale 95.788.000, planifikimi të ardhurave në shumën 80 milion, transfertat e kushtëzuar në shumën 399.158.000, fondet të trashëguara nga viti 2024 111.758.000, fondet nga Bashkimi Evropian në shumën 2.461.000, fond transferta nga Këshilli i Qarkut 2 milion, dhe fonde nga ambasada japoneze 6.727.000. Për vitin 2025, për sa i përket të ardhurave të mbledhura nga taksat dhe tarifat vendore janë në shumën 52.662.000 lekë, rreth 72% të ardhurave të planifikuara për këtë vit,
Në transfertat e kushtëzuara bën pjesë transfertat për ndihmë ekonomike pa aftësi dhe për investime të veçanta që kanë ardhur me destinacion. Realizimi i shpenzimeve për vitin 2025 është në shumën 797.533.000 lekë. Këto janë të detajuara për administratën e bashkisë dhe për dy agjensitë që kanë funksionuar në vitin 2025. Për agjensinë fondet për bashkinë, për vitin 2025 janë planifikuar vetëm për administratën e bashkisë 729.572.000 lekë dhe janë realizuar në shumën 609.285.000 lekë. Për agjensinë e funksioneve të patransferueshme ishin planifikuar 91.682.000 lekë dhe janë realizuar 82.666.000 lekë, ndërsa për agjensinë e funksioneve të transferueshme ishin planifikuar 101.220.000 lekë dhe janë realizuar 105.582.000 lekë. Shpenzimet janë të detalizuara edhe tek relacioni monitorimit të ndara të zëra sipas natyrës së tyre, sipas fagave, shpenzime operative dhe zërat e investimeve të realizuar. Faleminderit. Ka diskutime se përket monitorimit? Është thjesht për informacion. Është thjesht për informacion, por që se ka dikush diçka. Po. Jo, nuk është për miratim, është thjesht për miratim. Jo me analizën e sektorit financës për vitin 2025? Të vitin jo dhe analiza dhe të mësejt në mënyrë më të detajuar shpenzimet që janë realizuar për vitin 2025, përveç këtyre tek analiza mund përmendim edhe detyrimet e prapambetura, theksojmë që për vitin 2025 jemi në gjendje normale, domethënë është situatë normale kur detyrimet e prapambetura zonë janë më pak se 15% të totalit të shpenzimeve që janë realizuar për vitin 2025. Okej, faleminderit. Mirë, kemi një mbjete të ndryshme dhe dika e parë që unë kam të ndryshme është kryepolicia e fshatit Bej, duke qenë se fshatit Bej në ndërheqjen aty pastaj në vitin e komisionit shkuam të zgjodhëm antarin e lagjes, ku ishte kryetari dhe më pas me datë para 2 ditësh umblodhëm edhe zgjodhëm edhe kryetarin e fshatit Bej. Dhe kryetari i fshatit Bej u zgjodha Afrim Shahini. Shumë jemi. Në konsensus ishin të gjithë për atë. Nuk e zgjodhën antarët e lagjes. Jo, nuk e zgjodhën ne, zgjodhën antarët e lagjes, zgjodhën vetë ata, vendosën vetë ata dhe kryetari i fshatit Shahini, që do ta hedhim në votim për miratimin e kryeministrit të fshatit Bej. Kemi 2 propozime të ardhura, e disa? Të nderuar antarët e Qytetit Bashkiak, në emër të qytetarëve të Bashkisë Klos, paraqes këtë propozim për shpalljen e qytetarëve nderit të qytetit Klos, shkëlqësisë së saj, presidentes së Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani. Ky propozim merr domethënie të veçantë për komitetin tonë, nisur nga solidariteti dhe gatishmëria e treguar prej saj në një nga momentet më të vështira për Klosin. Me ndërhyrjen dhe mbështetjen institucionale të presidentes Osmani, u bë e mundur angazhimi i forcave ushtarake të specializuar të Kosovës, të cilat kontribuan në operacionin e vendimit në lumin madh, duke bërë të mundur gjetjen e trupit të nderit Jurgen Karaj pas 27 ditësh kërkimi intensiv. Ne kemi për rastin konkret. Ky akt solidariteti dhe mbështetje konkrete për komitetin tonë nuk ishte thjesht një ndihmë institucionale, por një gest i lartë human dhe kombëtar, që dëshmoi bashkëpunimin vëllazëror dhe ndjenjen e përgjegjësisë së përbashkët mes shqiptarëve në të dy anët e kufirit. Zonja Vjosa Osmani ka përmirësuar me dignitetin e ndjenjën e Kosovës dhe ka kontribuar vazhdimisht në forcimin e marrëdhënieve mbarkumtare. Ndihma e ofruar për qytetarët e Klosit në këtë rast tragjik mbetet një akt i paharruar për komitetin tonë. Në mbështetje të kompetencave që ligji i njeh Këshillit Bashkiak për zonjën e këtij të nderit, kërkoi shërbimin dhe miratimin e këtij propozimi në mbledhjen më të afërt, si shenjë mirënjohje dhe respekti për kontributin e saj konkret nga qyteti tonë. Faleminderit, ju kam përgjigjur pesë. Faleminderit.
Do t'i kaloj komisioni do t'i kaloj rastet në sushës, personë që kanë ndjekë realisht në hapën të kryer rastet dhe gjithë kontributin që ka bërë forcat e Kosovës krah tjetër forcave të Shqipërisë në çdo javë. Realisht ka qenë një kontribut shumë i kryer dhe ne janë gjetur në situatë. Po, do të kalojnë te komisioni mandateve për ta shqyrtuar dhe për të vendosur më pas për të kaluar në këshill për mirë. Vijoj me propozimin tjetër, Arman? Po, unë do të propozoj një djalë shqiptari i cili jeton dhe punon në Gjenova të Italis, një djalë i cili më mësoi takimin tonë në komunën Luana të Italis. Alban Daci, i cili marrë titullin ambasadori i fondit, propozoj për një fratërinjori, i cili dhe sot po bën ndjek të gjithë procedurën për kthimin e takimit në këtë. Për financimin e bashkisë në Zgati. Në përmarrë përsipër që ndjekin gjithë procedurën për financimin e bashkisë. Do unë falenderoj për punën e mirë, edhe për kthimin që bën gjatë kohës së edhe ne sa pam ishte një ndihmë e madhe, shumë e madhe për komunitetin që jeton aty. Nuk kërkojmë titull deri për një certifikat nderi për